Mirëmbrëma zoti Çorrolli, shumë faleminderit që pranuat ftesën në këndin e intervistës në Rruga Pres. Nasia imja zoti Aron, faleminderit edhe për jush. Faleminderit. Ne kemi një pyetje shumë thjeshtë, si e shihni ju këtë këmbgulje të prokurorit të prokurorisë speciale për ta thirrur si dëshmitar kryeministrin Kurti për rastin e rezervave shoqërore, me do e mos vetëm në godinën e prokurorisë. E gjitha buron nga një smir, nga një hakmarrje primitive e kandidatit të përhershëm për kryeprokuror të shtetit të Republikës Kosovës, kandidaturë e cila nuk është pranuar nga presidenti i Republikës Kosovës, nuk është pranuar nga kryeministri i Republikës Kosovës, po ashtu nuk është pranuar nga kryetari i Kuvendit të Republikës Kosovës, zoti Blerimi Sufaj, e ka marrë peng me një mënyrë të gjithë Këshillin Prokurorial të Kosovës, sepse nuk ka një konkurs që duhet të rishpallët pas një periudhe që presidenti e shtetit e ka refuzuar kandidaturën e tij. Tash ai është në pozitën e kryeprokurorit të Prokurorisë Speciale të Republikës Kosovës, ndërkohë që mbetet një kandidat i përhershëm për të qenë kryeprokurori i shtetit të Republikës. Prokuroria speciale në jurisdiksionin e saj ka disa kompetenca të rezervuara, ta luftoj përveç krimeve të luftës, ta luftoj edhe krimin e organizuar dhe korrupsionin. Ndërkohë që insistimi për ta pasur kryeministrin Kurti në cilësi të dëshmitarit buron gjithashtu nga një smir, sepse kjo filloi të ndodhë që në pikun e fushatës elektorale, ndërkohë që Prokuroria Speciale e Republikës Kosovës, të cilën e udhëheq kandidati i përhershëm për zyrën e kryeprokurorit të shtetit, nuk ka bërë asnjë trajtim penal të lëndëve të dorëzuara nga lëvizja vetëvendosje që nga viti 2021 dhe deri më tash janë afërsisht 300 lëndë të dorëzuara në cilësi të kallëzimeve penale për këtë shpërndërimet e mëdha të cilat janë gjetur në zyrat e shtetit të Kosovës pas marrjes së pushtetit nga lëvizja vetëvendosje. Asnjë veprim, ose them zero veprim nga zoti Sufaj, ndërkohë që me indicje tepër jo indikative të disa portaleve të oligarkëve të Prishtinës, zoti Sufaj ndërmerr hetime kundrejt ministrave të qeverisë Kurti. Dhe kjo është një smir e pastër e një njeriu i cili hakmerret primitivisht, si në fabulat e vjetra të Ezopit, kur dëshiron të marrë peng në atë hakmarrjen primitive edhe komplet institucionin e qeverisë. Ndërkohë që kryeministri Kurti me të drejtë ka bërë refuzimin e tij që të shkojë në zyrën e prokurorit special, sepse në asnjë rrethon, në cilësinë e dëshmitarit, ai nuk mund të ftohet për një çështje të cilën kryeministri Kurti nuk është në dieni. Dhe duke qenë se ka precedent të vlefshëm në Kosovë që kryeministrat paraprak, benjamenët e të cilëve janë këta aktualisht në prokurorinë e shtetit, kanë marrë dëshmi të caktuar në zyrën e kryeministrit. Edhe kryeministri Kurti asnjëherë nuk ka thënë që do ta refuzoj dëshminë, por ka thënë që unë do t'ju propozoj që të vini në një kohë të caktuar. Qoftë prokurori vet, qoftë deleguarit e tij, policët hetues, sipas kodit penal të përcaktuar, në mënyrë që ta marrin dëshminë për çështjet të cilat atyre interesojnë. Kështu që kjo, me fjalë të tjera, është një gjyeti shtrigash që kandidati i përhershëm për kryeprokuror të shtetit synon që të hakmerret për arsye të mos dekretimit të tij nga presidenti i Republikës Kosovës. Dhe kjo narrativ që lidhet me pikun e fushatës elektorale për t'i bërë derman disa akuzave të cilat janë ballona elektoral në kohë të fushatës elektorale, atëherë dhe në kohë që shikon e ngutia ka filluar në dhjetor, ndërkohë që ende nuk janë certifikuar rezultatet zgjedhore në Kosovë, është dërguar ftesa që kryeministri Kurti të jetë në cilësinë e dëshmitarit si i dëgjuar. Dhe kjo shihet, kjo don një logjik, nuk don një logjik të komplikuar, kjo është një logjik shumë e thjeshtë që edhe laikët e kuptojnë se kjo luftë është një gjah ose një gjyeti shtrigash që ky zotriu në fjalë kërkon ta bëj kundrejt zotit Kurti. Shumë faleminderit atëherë zoti Çorrolli për komentin tuaj Lutem. me këtë çështje. Natën e mirë. Lutem, faleminderit edhe për jush. Mirupafshim.